Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahun xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Durimi është një nga virtytet më të rëndësishme për besimtarin. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam e përkufizonte durimin si dritë. Dhe në fakt i tillë është një dritë në kohët e errësirave, është një dritë në kohët e sfidave, të problemeve të ndryshme që has shoqëria. Për të folur për durimin, për llojet e durimit, për rëndësinë që ka në jetën e besimtarit, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës, Hoxhën e nderuar Nasuf Hoxha, imam në xhamin Shtish Tufin. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini. Faleminderit për kohën. Faleminderit dhe juve për ftesën. Atëherë, më njëherë do nisim me pyetjen e parë, me një përkufizim të durimit, çfarë është durimi, dhe shpesh dëgjojmë edhe një lloj diferencimi durim aktiv, durim pasiv. Cila është diferenca midis të dyjave dhe sa të rëndësishme janë këto për besimtarin? Atëherë, bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë me emrin Allahu xhaleshanuhu, mëshiruesit, mëshirbërësit, salavat e dërgojmë mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Është kënaqësi të përjetosh atmosferën që t'jep muaji i bekuar i Ramazanit, ky muaj që Allahu xhaleshanu e ka përzgjedhur mes gjithë muajve të vitit, saqë quhet edhe mbreti i muajve. Është një muaj që më shumë se në çdo kohë tjetër shpërfaqet tek besimtarët mëshira e Allahu xhaleshanuhu, por dhe përpjekja e tyre për t'u afruar sa më shumë drejt cilësive dhe atyre vetive morale që Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet adhurimeve të ndryshme kërkon të edukojë dhe të ngulisë tek neve si besimtar. Ndërto është edhe ky moral kaq i lartë që është durimi. Durimin vetvete që në gjuhën arabe përshkruhet me fjalën es-sabr ose sabrun, e përdorim dhe neve në zhargonin ton popullor në përgjithësi, bëj sabër, bëu prej atyre sabërlive e kështu me radhë. Po që në vetvete ka domethënien e vetë përmbajtjes, e vetë kontrollit vetes, të arrish që të dominosh edhe të vësh në kontroll dëshirat, epshet, por edhe çdo lloj joshje tjetër që bie në kundërshtim me atë çfarë kërkon Zoti i gjithësisë. Kjo është pak a shumë ajo çështja sa i përket një lloj përkufizimi të durimit. Kurse durimin vetvete, pastaj ndahet në disa lloj durimesh, që ndërta është edhe kjo pjesa që themi neve durim pasiv dhe durim aktiv. Këtu mund ta shpjegojmë pak të hym pak më në hollësi për sa i përket si durim pasiv dhe durim aktiv. Ka të bëjë me faktin se ti mund të durosh në vetvete për diçka që ka të bëjë me veten tënde. Pra, je i etur edhe e duron etjen. Je i uritur e duron urinë tënde. Ke një lloj mërzitie për diçka, por arrin ta përmbash veten, durosh pak gjëra që kanë të bëjnë me veten tënde. Kurse kur vjen puna për durimin ndaj gjërave që të vijnë nga faktorë të jashtëm, pastaj fillon edhe kalon besoj ke pjesa e durimit aktiv. Pa që ti jesh njeri që duron edhe duke punuar, duron edhe duke ftuar në rrugt të Zotit, duron edhe duke bërë vepra të mira dhe adhurime dhe punë të ndryshme që Allahu xhaleshanuhu i pëlqen. Ndërsa durimi pasiv, pra është ai durimi që ti tregon me atë vetë përmbajtjen tënde në rrethanat në të cilat gjendesh ti. Pra kanë të bëjnë më shumë me veten tënde. Nga përkufizimet e shumta të teksteve fetare shohim që durimi është aq i rëndësishëm sa është përkufizuar në, le të themi, në sfera të ndryshme të jetës. Cilat janë disa nga llojet që ne mund të flasim për to? Pra cilat janë disa nga llojet e durimit që ne na transmetohen, që na vijnë nga Kurani, na vijnë edhe nga tradita profetike, por në fakt edhe deduktohen nga vetë dietarët, pra nga rrethanat e jetës, dhe cilën nga këto, le të themi, nga këto element e ka lidh më shumë Ramazani? Është e vërtet se dietarët kanë folur shumë për sa i përket çështjes së durimit, edhe mënyrës se si Ramazani përpiqet të edukojë tek neve durimin dhe llojet e ndryshme të durimit. Durimin vetvete Allahu xhaleshanu e ka vlerësuar ndryshe nga gjithë punët e tjera që në përgjithësi ose nëpërmjet Kuranit famlart, ose nëpërmjet traditës profetike, tregohet edhe, le të themi, shumë fishimi i shpërblimeve që vijnë për punë të ndryshme, të cilat variojnë nga 10 fish deri në 70 fish deri në 700 fish. Por kur vjen puna tek durimi, Allahu xhaleshanu thot inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarve Allahu xhaleshanuhu u jep shpërblimin për durimin e tyre pa llogari. Pra vetë fakti se si e cilëson dhe e dallon e veçon
shpërblimin e durimit vetë Allahu xhaleshanuhu tregon për rëndësinë dhe atë madhështinë e shpërblimit që Allahu xhaleshanuhu i jep për këtë lloj adhurimi ose për këtë lloj morali kaq lartë. Durimin vetvete është thonë nëse fjala është prej argjendi, heshtja që është mund ta quajmë edhe një pjesë e durimit dhe vetëpërmbajtjes është prej floriri. Durimin vetvete mund ta konsiderojmë si ndër ato pjesët që Allahu xhaleshanu kur përmend për shembull, thotë ke pjesa e namazit, edhe këshilla që duhet ose këmbgulja edhe përpjekja që duhet bëjnë prindrit në edukimin e familjarëve të vet, sidomos të fëmijëve të vet, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Thotë urdhroje familjen tënde për namaz, pra që këshilloj që të mësojnë të adhurojnë Allahun xhaleshanu me anë të namazit dhe duro gjatë këshillimit tënd. Sepse jo gjithmonë kur këshillojmë edhe flasim me tjerët, fjala zë vend ose çasti kur mund të merret edhe mund të ketë efekt më të madh këshilla që japim ne edhe porosi që japim ne dhe mësimet që ju mësojmë të tjerëve, nuk i dihet se kur është momenti më i përshtatshëm kur zë vend. Prandaj duhet të jemi të durueshëm dhe të vazhdojmë. Pra që ka të bëjë me pjesën e atij durimit që unë do ta quaj durim aktiv. Ndryshe nga durimi pasiv që ka të bëjë me vetët tona në përgjithësi, por të jemi të durueshëm edhe me njerëzit me të cilët kemi të bëjmë. Ta shikosh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij të përditshme, shpesh herë na del në pa fakti që ana le të themi duket sikur i mveshim pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam një natyrë hyjnore ose një natyrë engjëllore, të pagabueshëm, një natyrë që neve si njerëz pothuajse kemi të paarritshme, të pakapshme. Ndërkohë që është komplet e kundërta, sepse Allahu xhaleshanu kur vjen tek modeli që na kërkon Zoti neve që ta ndjekim atë, na porosit që të ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Për ju, pra juve si besimtar, keni modelin më të mirë tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ta shikosh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij të përditshme, habitesh ka pas një jetë shumë normale, një jetë pavarësisht atij vinte shpallja prej Allahu xhaleshanuhu, her pas here, kohë pas kohe vinte Xhibrili alayhis salam, dhe dim që për 23 vjet që ka vazhduar periudha e profecisë, vinte Xhibrili alayhis salam me shpallje që vinin nga Zoti. Ama në jetën e përditshme, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bënte një jetë si gjithë neve. Prandaj Allahu xhaleshanu na kërkon që ta ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe në rastin e durimit. Tregon dy ngjarje që janë të veçanta në fakt për të përmendur, është një ngjarje kur një gruaje i kishte vdekur me sa diun një fëmijë. Domethënë kishte humbur një pjesëtar të familjes vet dhe nga dhimbja që po ndjente, ishte pikëlluar aq shumë sa që po qante, edhe po bënte veprime që nuk shkojnë për një besimtar, pra duke grisur rrobat ose duke goditur fytyrën ose trupin. Dhe këto veprime nuk janë të pranueshme, nuk janë të mira. Ndërkohë që profeti Muhammed alayhis salam afrohet pranë kësaj gruaje për ta këshilluar që të jetë e durueshme, të tregojë durim. Por gruaja pa e njohur, pa e ditur që ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai që po i fliste dhe po e kështu, i thotë thot më lë rahat, si thuash ta themi kështu në gjuhën tonë, lë rahat se nuk e diti çfarë halli ka mundse. Ajo që më ka gjetë mua është shumë e madhe. Ndërkohë që mbasi largohet profeti Muhammed alayhis salam, i thon kësaj gruas, po ishte profeti Muhammed alayhis salam ai që të foli. Atëherë ajo preket, shkon më pas tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon ndjesë për reagimin, por edhe i tregon dhe për hallin që kishte. Ndërkohë që profeti alayhis salam thot inna sabru inda sadmati al-ula. Në të vërtetë durimi tregohet në momentin kur të vjen goditja, në rastin e parë që të ndodh, edhe fatkeqësia. Prandaj Zoti i gjithësisë dhe vetë profeti Muhammed alayhis salam na mësojnë që të pajisemi me këtë lloj kulture dhe me këtë lloj edukate dhe me këtë lloj morali kaq lart, pra të duruarit, durimin. Nëse do ta ndanim siç i ndajnë dietarët, durimin e ndajnë në 3 lloje durimi. Dietarët e vjetër muslimanë, domethënë kanë folur shpesh dhe kanë folur gjatë, janë zgjeruar në këtë temë. Dhe ndajnë durimin thonë është një durim që ka të bëjë me durimin që tregon njeriu në kryerjen e adhurimeve. Pra një durim që duhet të shfaqesh dhe të tregosh në kryerjen e adhurimeve tua. Për shembull, neve agjërojmë një muaj Ramazani, në cilin do të përballesh edhe me etjen, edhe me urinë, sidomos njerëzit që janë punë të vështira edhe normalisht puna të lodh
Edhe durimi që tregojnë ata për të vazhduar dhe për të qëndruar agjërueshëm gjatë gjithë ditës për ta respektuar këtë urdhër të Zotit, pra shfaqet më qartë se kudo tjetër. Pra kjo është një lloj forme e shprehjes së durimit ndaj adhurimeve ose gjatë kryerjes së adhurimeve. Neve mund të na ndodhë që të kemi një rast për shembull, po që ngrihemi për namaz sabahut herët, pavarësisht se trupi na kërkon gjumin, na kërkon rahatin, ngrihemi për të falur namazin e sabahut. Dhe ky durim që tregojmë neve ndaj këtij lloj, le të themi, mundimi që i bëjmë vetes tonë për të arritur kënaqësinë e Zotit, edhe ajo kërkon durim. Pra është pjesë e durimit që bëhet gjatë adhurimeve. Kështu me radhë në adhurimet që bëjmë në haxh, edhe në çfarë do lloj pune të mirë. Ne japim sadaka, ndërkohë që sadakaja është diçka që do ta nxjerrësh nga pasuria jote vullnetare, përveç zakatit që është detyrim. Në natyrë njeriu është i lidhur me pasurinë e vet. Edhe kjo e bën që të shtrëngohet i çik. Por në momentin që ti e jep, e mbyt ose le të themi e jep urdhra të tilla vetes tënde që duhet durosh këtë, le të themi, humbjen e kësaj pasurie, sepse ti shpreson shumë më shumë tek Zoti i gjithësisë. Pra dhënia sadakaja ka shpërblim të madh tek Zoti i gjithësisë, por dhe durimin që ti tregon gjatë kryerjes së këtij akti shpërblehet në vete si durim. Prandaj hyn kjo pjesa e durimeve që bëhen ndaj adhurimeve ose për kryerjen e adhurimeve ndaj Allahu xhalla xhanu. Pjesa tjetër e durimit ose lloji tjetër i durimit që e klasifikojnë dietarët është një lloj durimi që bëhet për të kontrolluar ose për të vetë përmbajtur ndaj kryerjes së mëkateve. Neve kemi një pjesë të rregullave fetare ku janë gjëra që nuk lejohet të bëhen. Njeriu është i urdhëruar që të qëndrojë larg immoralitetit. Është i urdhëruar besimtari që të kontrollojë edhe shikimin e vet, mos ta hedhë shikimin e vet në gjëra të pahishme edhe të papëlqyeshme. E kështu me radhë, domethënë pjesa e joshjeve që ka njeriu mund të jesh diku në një post publik, që për fat keq na ndodh shpesh në jetën e përditshme që dëgjojmë lajme nga më të ndryshme, madje edhe nga njerëz të rëndësishëm që shikon se përfshihen në akte korrupsioni. Ndërkohë që korrupsioni të mundson të marrësh disa përfitime, qofshin ata materiale, qofshin edhe kënaqësi të tjera, domethënë të kësaj bote, por që ti si besimtar i ke të ndaluara. Dhe durimi që ti tregon, vetëpërmbajtja që ti tregon për të mos u përfshirë në veprime të tilla, edhe kjo është pjesë e atyre shpërblimeve që merr njeriu për durimin që tregon ndaj mos kryerjes së akteve, pra që ndoshta nefsi ta kërkon për momentin se është një kënaqësi që ti josh, por se ti vetë përmbahesh për hatër të Zotit, sepse Zoti ka ndaluar një gjë të tillë. Ka shumë raste të tilla, domethënë shumë fusha të tilla ku shpjegohet pra çështja e durimit ndaj vetë përmbajtjes për mos kryerjen e mëkateve. Kurse pjesa e tretë e durimit që e ndajnë dietarët dhe përcaktojnë dietarët thonë është durimi që ka të bëjë me vetë përmbajtjen ose kontrollin që i bën vetes për t'u treguar i matur dhe i duruar në rast fatkeqësish dhe sprovash që të vinë, siç është vdekja apo humbja një pjesë pasurisë ose të kujtun mbi internet shembet shtëpia, të ndodhë diçka, një smundje e rëndë, e tjerë, pra sprova dhe sfida mund të humbasësh vendin e punës. Ka plot njerëz që dëgjojmë që kalojnë edhe në depresion për shkak të këtyre lloj problemeve, për faktin se nuk janë të pajisur me këtë lloj cilësie ose nuk e sjellin ndërmend faktin që duhet tregohesh i durueshëm, sepse Zoti i gjithësisë që ta çojë të sprovë, kërkon prej teje shumë gjëra, urtësia e tij fshihet në shumë gjëra, prandaj neve si besimtar duhet shikojmë përtej sprova si na ka dhënë. E para, për shembull, Zoti i gjithësisë të ka vënë provë për të parë sa i durueshëm të jesh. Do të bësh durim apo s'do të bësh durim, apo thjesht e ke pretendim me fjalë. Se fjalë bukura mund të themi gjithë, por kur vjen puna të provohet në terren, te goditja e parë, pastaj aty fillon edhe reagon ndryshe nga ai reagimi që duhet të ketë besimtari siç e kërkon Zoti i gjithësisë. Mund të ndodhin probleme pra të tilla dhe ti e shfaq durimin duke treguar durim ndaj provave të Allahut xhallahu xhanu. Të sjellësh ndërmend faktin se ti me vërtet je provuar me ndonjë humbje në familjen tënde, në pasuri e kështu me radhë, po ka të tjerë që kanë humbur shumë më shumë se sa jotja. Ti mund të ankohesh për shembull se nuk ke diçka në një veshje të re, ndërkohë ai tjetri një palkpuc treja të duhen ti, edhe mendon që është problem se si nuk i kam. Ndërkohë që dikush tjetër se ka këmbën fare. E kështu me radhë. Pra, po të shikosh provat që kanë tjerët, do ta kuptosh që ajo që të ka ardhur ti ka edhe të tjerë më të provuar se sa ajo sprova me të cilën je përballur, dhe kjo të bën pastaj që të fillon
ti kalosh edhe vështirësitë që të vinë me këto lloj fryme ti themi kështu në një fjalë optimizmi dhe mos i marrësh gjërat, mos bësh pesimist në rastin e parë që të ndodh diçka dhe u bë kiameti. Pra mund të themi që durimi në një farë mënyrë është edhe një lloj vetëdijësimi, pra që ti je krijesë e Zotit, Zoti do të sprovojë, sepse në këtë ne para askush nga njerëzit nuk është imun ndaj sprovave dhe ndaj vështirësive. Muaji i Ramazanit është një tërësi e plot me adhurime dhe këtu haset shumë mirë durimi, siç edhe ju e cekët, pra në gjitha në agjërimin, me namazin, por ka dhe një çast shumë të rëndësishëm në muajin e Ramazanit që është ai momenti i iftarit. Pra ku pritja ose durimi ka arritur kulmin, tani është më shkurt, por gjatë verës është ende më gjatë, më e vështirë, temperaturat e tjerë. Pra ai momenti para iftarit, qoftë edhe 1 minutë që është aty, domethënë që ne vazhdojmë të jemi akoma atë vetdijen e durimit, çfarë i mëson njeriu në mënyrën që të kontrollojmë pak impulset tona. Ndonjëherë kur jemi jashtë Ramazanit, jemi le të themi të nxituar në një fjalë që themi, në një mendim që japim, në një sjellje që bëjmë, por në fakt Ramazani na mëson diçka tjetër. Pra ka një kohë të caktuar, një durim të caktuar, si na edukon Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij muaji të begat. Muaji i Ramazanit për mua është shkolla më e mirë që na edukon. Është tamam mund ta quajmë një kurs intensiv që të ngulit sjellje dhe morale të mira, por të mëson edhe disa veti dhe cilësi që të shoqërojnë më pas edhe jashtë muajit Ramazanit. Dhe ndër këto morale që na edukon më shumë, besoj që Ramazani e nxit edhe e brumos tek njeriu është çështja e durimit. Në Ramazan, më shumë se në çdo kohë tjetër, vetë atmosfera e muajit Ramazanit dhe vetë përkujdesja që Zoti i gjithësisë ka treguar duke u kujdesur që atmosfera e muajit Ramazanit të jetë e ndryshme nga muajt e tjerë të vitit, është ai hadithi ku profeti alayhi salatu wasalam thotë, me të ardhur muaji i Ramazanit, pra që në natën e parë, me perëndimin e diellit dhe fillimin e natës së parë të muajit Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu hap dyert e xhenetit. Pra dyert e mirësisë edhe të mirës janë të hapura, pritet që neve të nxitojmë dhe të shkojmë drejt tyre. Mbyllen dyert e xhehenemit, pra dyert e të keqes janë të mbyllura, prandaj mos shko drejt asaj. Që kur e shikon të mbyllur, nuk ke pse nisesh drejt saj. Dhe Allahu xhaleshanuhu edhe për të na ndihmuar dhe më shumë prangosën edhe shejtanët. Në një nga ato transmetime thotë ato shejtanët e mëdhenj. Pra djajt që e ngacmojnë, e cysin, e nxisin njeriu dhe e çojnë drejt punëve dhe veprave të këqija. Kështu që krijohet një atmosferë ku njeriu fillon pastaj, le të themi, unë do të thosha që luftën më të madhe e ka me veten e vet. Me veset, me huqet e veta, me ato çfarë është mësuar dhe i ka ngolitur tek vetja gjatë pjesës tjetër të vitit. Dhe vjen muaji i Ramazanit për të na ndryshuar dhe për të na përmirësuar. Dhe ndër ato që na mëson dhe na përmirëson muaji i Ramazanit është çështja e marrëdhënieve tona, raportit ton me durimin. Në muajin e Ramazanit do të durosh, do të ngrihesh që në syfyr, do të ham syfyrin, do të përgatitemi. Vjen ora e imsakut që themi që do të mbyllet koha e ngrënjes, fillojmë ditën e agjerimit, gjatë gjithë ditës agjeron. Por besoj se në kohën e iftarit pastaj shfaqet në mënyrën më të bukur dhe më të këndshme. Unë besoj se në ato sofra ku ka familjarë bashkuar pranë sofrës së iftarit që presin, çelin iftarin, ku ka sidomos edhe fëmijë të vegjël që shikojnë ushqimin para syve të tyre dhe nuk e zgjasin dorën, sepse dinë se duhen pak edhe ca minuta ose edhe ca sekonda, presin deri në momentin e fundit sa të bëhet ezani. Pavarësisht se e kanë përpara, dhe gatishmëria dhe nevoja për këtë ushqim është e madhe, më e madhe se në çdo pjesë tjetër të ditës, aty shfaqet durimi, pra dhe ajo ndjenja e dorëzimit dhe pranimit të urdhrit të Zotit. Pra është pjesë e edukimit që na mëson muaji i Ramazanit. Ndërkohë që në muajin e Ramazanit, Zoti na mëson që profeti Muhammed alayhi salatu wasalam na thotë, nëse gjatë ditës së Ramazanit ndonjëri prej jush provokohet, ngacmohet nga dikush tjetër, pra për ta nxehur, që ti në ditë zakonshme edhe mund të reagoje me një reagim, ndoshta të papëlqyer, do t'ja ktheje me gjuhën që ai meriton. Në muajin e Ramazanit këshillohesh që ti thuash unë jam agjërueshëm. Jo vetëm atij, personi që ke përballë. Sa ndoshta s'do t'ja di që ti je agjërueshëm. Prandaj po të provokon, ose ka hallin e vet, ai ka probleme të luftën e brendshme që e do ta shpërthejë tek ty atë natin e vet. Por më shumë ti flasësh vetes tënde. Jam agjërueshës, t'ja kujtoj vetes që unë agjëroj, prandaj duhet vetë përmbahem, dhe të mos ta çoj dëm
atë shpërblimin, gjithë të adhurim që bërë, dhe shpërblimin e shpresuar për këtë adhurim, mos ta çoj shpërdoroj dom, mos ta çoj dot, mos ta çoj kot. Dhe kjo e shfaqin në mënyrën më të mirë të mundshme pjesën e durimit, pra që tregojmë neve si besimtar, sepse një gjë që të ndihmon për duruar është përveç faktit që ti shikon dhe rrethanat edhe përpiqesh ta mbash veten, një ndër gjërat që ta shton më shumë dëshirën ose gatishmërinë për të bërë më i duruar është kur sjell ndërmend shpërblimin që do jap Allahu xhaleshanu, jo vetëm për për adhurimet e tjera, agjërimin e punëve të mira, por edhe për durimin që ke bërë gjatë ditës tënde, sepse shpërblimi i durimit është pa llogari. Ashtu siç është i agjërimit në tërësi si agjërim, sepse Zoti gjithsesi thot, agjerimi bëhet vetëm për mua dhe unë di ta shpërblej atë. Nuk na tregon sa është, por është në dorën e bujarisë së më bujarit, Allahu xhaleshanu, po ashtu dhe shpërblimi i durimit është pa llogari. Nuk dihet se sa është llogaria, kështu që përderisa e ka dhënë Allahu xhaleshanu është një surprizë e këndshme. Besoj që do ta marrim në ditën e llogarisë tek Allahu xhaleshanu. Një nga sjelljet që i sjell dobi besimtarit është edhe vazhdimësia e kësaj gjendje. Pra të mos qenurit sezonal, pra në Ramazan jemi në 100% kapacitetit dhe pastaj vim, le të themi shkojmë tek 10 apo tek 15. Ndoshta edhe në një formë mesazhi përmbyllës për dëgjuesit tan, si duhet të jetë raporti jon me, le të themi, me moralin e durimit edhe pas muajit të begat Ramazanit. Të themi drejtën, thash e nisa pak në fillim të bisedës, kur thash për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu xhaleshanu na ka bërë etalionin e moralit, edhe shembulli që duhet marrë nga ana jon. Do të shikosh që neve si besimtar kemi nevojë që këto morale, siç është durimi apo edhe moralet e tjera të mira dhe cilësitë dhe vetitë e tjera të mira, me të cilat duhet pajiset besimtari, t'i bëjmë pjesë të jetës tonë. Pra të jenë pjesë e jetës jo momentale, sezonale, adhurues ose besimtar të mirë vetëm Ramazan, edhe pastaj mbaruam, presim tjetrin. Pa duhet bëhet pjesë e përditshmërisë tonë. Nëse do të shikojmë pak modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të habitemi për natyrën e tij si njeri, sepse nuk ishte hyjni, ishte njeri, dhe prandaj Zoti neve si njerëz na kërkon ta marrim modelin njerëzor më të mirë që ishte përshfaqur tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket durimit dhe vetë përmbajtjes, do jap një shembull ku tregohet si një ditë profeti Muhammed alayhi wasallam, mbas angazhimeve që kishte pasur në xhaminë vet, edhe me besimtarët, me hallet e probleme që kishin në përditshmëri njerëzit, le të themi kishte mbaruar angazhimet e tij dhe po shkonte të futej për tek dhomat e veta, shtëpia vet që kishin ngjitur me derën e xhamisë, pra aty dihet ka qenë shumë e thjeshtë, shumë modeste jetesa asaj kohe, por dhe vetë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij. Ndërkohë që drejtohet për të shkuar për tek dera e shtëpisë së tij për të hyrë brenda, ndodh diçka që se prisnin. Profeti alayhi wasallam zakonisht në veshjen e tij sipër vendoste një mantel. Dhe her pas here manteli, një pjesë, një cep i mantelit vendoset sipër supit. Kalohet nga pas shpinës, domethënë, për të krijuar një lloj edhe stabiliteti të rrobës, po edhe për të ndëjtur më e mbledhur, për të lehtësuar edhe ecjen e diçka. Ndërsa po ai ashtu i shpenguar, mbasi kishte mbaruar angazhimet, po futesh, nuk priste ndonjë gjë, domethënë, vjen dikush ndjen që dikush e kap nga cepi mantelit pjesa e mbrapme pas shpinës dhe tërheq aq fort sa që i lë gjurmë edhe në pjesën e fytit, skuqet fyti domethënë. Manteli vet griset nga tërheqja. Ishte një beduin, pra banorët e shkretëtirave andej, të cilët në jetën e tyre të përditshme vetë natyra e jetës të cilët bëjnë ata, i bën ata që të jenë shumë të ashpër, dhe do të thoshim ju mungon pa kjo etika qytetare e komunikimit edhe reagimit, ndoshta mund ndodhe dhe me njerëz ndryshëm. Dhe ai e kap profetin alayhi wasallam, e tërheq fort dhe i drejtohet. Në etikën tonë i drejtohemi, ose duhet i drejtohemi ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, ose ja Nebi Allah. Me etikën që i takon një besimtarit i drejtohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Saqë edhe Zoti në surën Al-Hujurat thotë kur ti drejtoheni profetit, drejtoheni ashtu siç i shkon atij njeriu, pra përshtatet madhështisja që Zoti i ka dhuruar atij njeriu, dhe jo si thirrjet me njëri o filani. Ndërkohë beduini bën këtë veprim edhe i thotë o Muhammed,
as o profet, as kështu, pa hyrje tjera fare, drejt. O Muhammed, më jep nga ajo që të ka dhënë Zoti, bile një transmetim thuhet se nuk është as e babait as e nënës tënde, pra se ke tëndën, është ta ka dhënë Zoti për ne. Më jep ngarko mu mall se të marr dhe ti që çoj dhe unë te familja ime, a din shkëndeti. Dhe nuk po e lëshonte. Profeti alayhis salam urdhron, kthehet drejt tij. Imagjinoni ndonjëri prej nesh se si do të reagonte një moment të tillë që të vjen tjetri pa pritur, beftas, kështu të bën një veprim të tillë, minimumi do të thosh po çfarë bën? Mëntja nuk di të kërkosh. Kërko me etik që të marrësh atë që të takon dhe nuk po sta ma njeri domethënë. Ndërkohë që profeti alayhis salam buzëqesh, sepse e dinte me kë kishte të bënte, çfarë njerëzish ishin dhe e njihte nivelin atij dhe e mirë kupton sjelljen e atij për shkak të natyrës me cilën ishte rritur dhe edukuar ky person. Ndërkohë që urdhron, thotë ngarkojeni, madje thuhet një transmetim, një deve, një tjetër 2 deve janë mbush me mall, edhe i thotë merri me ushqime edhe gjëra tjera që i nevojitesh, që largohet. Ndërkohë që beduini pa ja dhënë profeti alayhis salam thotë jo, nuk të lëshoj, se i thotë profeti alayhis salam, më lëshoj që të plotësoj nevojën tënde. Edhe derisa urdhroi që të ngarkohen malli që i duheshin atij për ta marrë për ta çuar për familjen e tij, nuk e lëshonte. Prandaj doja të kthehen pak te fakti se Ramazani është një muaj, është le të themi një sezon që neve i shtojmë adhurimet tona, shtojmë përpjekjet tona, sepse edhe atmosfera që është përkujdesur Zoti që ta krijojë në këtë muaj të bekuar është e veçantë. Pra ato që përmendëm më përpara. Ndërkohë që nëpërmjet përjetimit të Ramazanit në këtë lloj forme, kërkon Zoti që neve ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit, pra ta bëjmë pjesë të përditshmërisë tonë. Do të thoja që njeriu në fund, do të thoya që njeriu ka nevojë që në çdo Ramazan ta ndjejë në fund të Ramazanit, edhe gjatë pjesës tjetër pas Ramazanit, ta ndjejë përmirësimin që ka, jo thjesht nga muaji në muaj, po nga viti në vit, ta ndjejë veten një besimtar që është afruar edhe më shumë drejt Zotit, sepse këtë qëllim ka agjerimi, sepse vetë Zoti i gjithësisë na tregon thotë la'allakum tattaqun. Pra ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë obligim edhe për ata para jush, popujt e mëparshëm, që me shpresë që të bëheni të devotshëm. Dhe shpresojmë që Ramazani të bëhet i tillë ose nga ato muajt e adhurimeve, sezonet e adhurimeve, që na ndihmojnë të ngulisim këto lloj moralesh të mira dhe të kemi pjesë të pandashme të jetës tonë. Hoxh, Allahu ja shpërbleft. Faleminderit shumë për kohën dhe për këshillat tuaja të vëra. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhalleshanuhu që të pranojë adhurimet tona të kësaj dite dhe të na bëjë nga ata që janë të durueshëm dhe shpërblimin e kanë tek Allahu xhalleshanuhu. Miru takofshim në emisionet e radhës.